rreth 60 fëmijë, pjesë e 5 ekipeve të Atletik Klub Shkodra, 2 të kategorisë U11, 2 U13 dhe 1 U15, u nisën mesditën e së mërkurës drejt Italisë për të konkuruar në turneun tradicional që organizohet çdo vit në Verona. Përveç konkurimit në fushën e lojës, drejtuesit e klubit kanë planifikuar edhe guida turistike, në mënyrë që fëmijët të shijojnë sa më shumë qytetin e Veronës. Këtë vit përfaqësohemi me 5 ekipe, rituali çdovishëm, eksperienca të reja, normalisht na pëlqen si aktivitet sepse është një nga aktivitetet më të bukura në Europë. Marrim pjesë me 5 skuadra, 2 skuadra U11 A dhe B, 2 skuadra U13 A dhe B dhe 1 skuadër U15. Besoj që do jetë një eksperiencë tepër e mirë sepse edhe udhëtimi me avion, edhe aktiviteti atje është diçka tepër e bukur, por kemi shtuar një risi sepse i kemi organizuar fëmijëve një eksperiencë po harrueshme në Gardaland që ata të shijojnë sa më tepër qytetin e Veronës. Tradicionalisht, Atletik Klub Shkodra kthehet me trofe nga ky turne dhe objektivi ynë edhe këtë radhë është i njëjtë, tha Legata. Në këtë edicion, stafi teknik i klubit udhëtoi gjithashtu me një emër të njohur të futbollit, Erion Vucaj, i cili është edhe kapiteni i ekipit të Shirokës në kategorinë e dytë. Fillimisht ishin trofet, por duke kuptuar vitet në vazhdim, e rëndësishme është një eksperiencë tepër e mirë për fëmijët, që fëmijët socializohen sepse fëmijët kanë më gjatë në ëndrat e tyre që kanë marrë pjesë në një turne të tillë. Sidomos do ishte luks edhe do ishte kënaqësi tepër e madhe po do ktheheshim me një trofe sepse është kërë sakrifica e këtyre fëmijëve që kanë bërë gjatë tan vitit edhe një trofe do ja bëhet udhëtimin edhe më të thjeshtë. Pjesë e këtij turneu të rëndësishëm ndërkombëtar është edhe Siar Hoxha, sulmuesi i ekipit U15 të Atletik Klub Shkodra, i cili merr pjesë për herë të dytë radhazi. Shumë i kënaqur është viti i katërt që marr pjesë në këtë vit, është një eksperiencë e re. Edhe shpresojmë se të kthehena me trofe. Objektivi është të bëjmë një paraqitje sa më të mirë, më ne shohim edhe çrrinë që më bëjmë atje parë, shpresojmë një trofe.